Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe dita që erdha në Tiranë më duket ende freskët në mendje. Kisha një valixhe të vogël, disa rroba, pak kursime dhe një shpresë të madhe që do ndërtoja jetën time. Por Tirana nuk të pret me krah hapur, të teston fort. Ditët e para ishin shumë të vështira. Jetesa ishte e shtrenjtë më shumë se sa e kisha imagjinuar. Kursimet filluan të paksoheshin dhe çdo ditë që kalonte më shtonte ankthin. Dilja çdo mëngjes me CV në dorë, trokisja nëpër dyqane, lokale, restorante. Po kërkojmë dikë me eksperiencë, do të marrim në telefon, nuk kemi vende të lira. Ishin fjalët që filluan të bëhen të zakonshme për mua. Derisa një ditë rastësisht pash një restorant shumë të njohur në qytet që kërkonte kamariere. Vendosa të provoj. Hyra me pak frikë, por edhe me vendosmërinë që më kishte mbajtur deri aty. Ambienti ishte elegant, klientela e zgjedhur, gjithçka dukej në nivel tjetër nga vendet ku kisha aplikuar më parë. Më drejtuan tek pronari, një burr rreth të 50-tave, i veshur mirë, i qetë të pamje, por me një vështrim që dukej sikur ta analizonte në detaje. Ke punuar më parë? Më pyeti. Pak, i thash, pa e zbukuruar. Më pa për disa sekonda, pastaj tha, "Okej, do të mësohesh." Nuk më bëri shumë pyetje dhe nuk e zgjati shumë. Fillon nesër punën. Në atë moment u ndjeva sikur më në fund gjërat po merrnin drejtim. Ditët e para ishin të lodhshme, orë të gjata në këmbë, klient kërkues, ritëm i shpejt. Duhet isha gjithmonë e buzëqeshur, gjithmonë e kujdesshme, gjithmonë gati. Por nuk u ankova sepse kisha nevojë për atë punë, kisha nevojë të mbjetoja. Kaluan disa ditë dhe fillova të mësohem me ritmin. Stafi ishte korrekt, puna e organizuar. Gjithçka dukej në rregull, derisa erdhi një mbrëmje. Pas turnit, ndërsa po përgatitesha të ikja, një nga punonjësit më tha, "Pronari të kërkon në zyrë." Ndjeva një ndjesi të çuditshme. Nuk e dija pse. Hyra brenda me një lloj tensioni. Ai ishte ulur pas tavolinës. "Si po të duket puna?" më pyeti. "Mirë," i thash. Ai hapi një sirtar dhe nxori një kuti të vogël. E vendosi mbi tavolinë dhe e hapi ngadalë. Brenda kishte bizhuteri ari, unaza, zinxhir, vath. Drita e zyrës reflektohej mbi to dhe për një moment mbeta pa fjalë. "Nuk do të paguaj me lek," më tha. "Unë do të paguaj me flori." E pash i habitur, mendova se po bënte shaka, por ai ishte serioz. "Çdo javë do të marrësh diçka nga këtu, sipas punës që bën." Në atë moment, mendja më mbush me mendime. Isha vetëm në një qytet të madh, pa shumë mundësi, pa shumë zgjedhje. Kisha nevojë për para, por përballë kisha diçka që nuk e kuptoja plotësisht. Një pjesë e imja më thoshte të largohem, të them jo, por një pjesë tjetër më kujtonte realitetin, qeran, shpenzimet, frikën e të mbeturit pa asgjë. "Dakor," i thash. Dhe në atë moment mora një vendim që nuk e kuptova plotësisht. Java e parë kaloi. Në fund të javës më thiri përsëri në zyrë. Këtë herë më dha një varse të vogël ari. E mora në dorë, e pash gjatë. Ishte e bukur, por ndjesia që më dha nuk ishte ajo që kisha imagjinuar kur mendoja për rrogë. Nuk ishte siguri, nuk ishte qartësi, vetëm një ndjenjë e çuditshme. Ditët kalonin dhe rutina vazhdonte. Çdo javë nga një send i ri. Një palvëth, një unaz, një zinxhir më i rënd. Fillova të mbledh gjithnjë më shumë flori. Në dukje po fitoja, por brenda nuk ndihesha kështu. Nuk ishte vetëm pagesa që më shqetësonte, ishte mënyra si ai filloi të më trajtonte. Më thëriste më shpesh në zyrë, më fliste ndryshe nga të tjerat, më shikonte gjatë, më jepte ndjesinë që kjo pagesë nuk ishte thjesht për punën. Kjo gjë më bëri të reflektoj. Një natë pasi u ktheva në shtëpi, vendosa të gjitha mbi tavolinë.
I pash një nga një, shkëlqenin, por unë nuk ndihesha mirë. E kuptova që nuk ishte ajo që unë kisha dashur kur erdha në Tiranë. Unë doja një punë të ndershme, një rrogë të qartë, një jetë të thjeshtë dhe jo marrëveshje të paqarta dhe ndjenja të dyshimta. Në atë moment, për herë të parë, e pyeta veten seriozisht. Sa vlej unë? Dhe çfarë jam gati të pranoj për të mbijetuar? E vërteta është kjo, kur je në nevojë mund të pranosh gjëra që nuk i ke menduar ndonjëherë. Por kjo nuk do të thotë që duhet të vazhdosh. Ajo periudhë më mësoi shumë. Më mësoi që jo çdo ofertë që duket e vlefshme është e drejtë. Më mësoi që jo çdo gjë që shkëlqen të bën mirë. Dhe mbi të gjitha, më mësoi të mos harroj kur pse erdha në Tiranë. Jo për të humbur veten, por për ta ndërtuar atë.